Situata e mbetjeve urbane në bashkinë Tepelen është përkeqësuar pasi çdo ditë depozitohen rreth 8 tonë peturina në vend grumbullimin ekzistues, duke krijuar probleme serioze për zonën përreth. Sipas raportimeve në terren, mbetjet kanë avancuar deri pranë stacionit elektrik, duke rritur rrezikun për sigurinë dhe duke shtuar ndotjen mjedisore. Banorët dhe vëzhguesit lokal e konsiderojnë situatën alarmante, ndërsa problematika vijon prej kohësh. Në të njëjtën kohë, drejtimi vendor po përballet me kritika për mungesë veprimi konkret. Kryebashkiaku i Tepelenës, Gramos Sako, akuzohet se nuk ka ndërhyrë në mënyrë efektive për zgjidhjen e situatës, edhe pse problematika është përkeqësuar vazhdimisht. Nga ana tjetër, Bashkia Tepelen thon me dije se është siguruar financim në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe donator ndërkombëtar për përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve në kuadër të Parkut Kombëtar të Vjosës dhe programit UNESCO Njeriu dhe Biosfera. Sipas bashkisë, projekti parashikon mbylljen e vend depozitimit aktual dhe ndërtimin e një stacioni transferimi, i cili do të mundsojë transportimin e mbetjeve drejt Bajekajt në përputhje me standardet mjedisore. Gjithsesi, deri në zbatimin e këtyre masave, situata në terren mbetet problematike, duke ngritur pikpyetje mbi ndërhyrjet urgjente dhe përgjegjësinë institucionale.